mëngjes, jem Krushe, jem basën Sinan Selimani. Jemi në muin mars, kur ju në vërros dëshmorë të rënë një shkovë, pagaru shtetë jënë të pagjetën në ndopët. Edhe ata, si dëshmorët në pashtik nuk kanë rëmë me mujë Krasniqin, i kanë marrë kërshot, këta i ka marrë pas asinal. Tash mund në të regu në gjallë, edhe ata mujë Krasniqin, ata po, për ata nuk e konë veç, ka posa shumë ja, tjerë. këtë kemi konë. Për këta të regu, për që shkovër. Për që ta, neve në lajmoj ke gjerdeti që tu, edhe gjema i basmi. Po. Këta e kam pas lidhën me këta, për me shku me marrën, për me shku me marrën e qunë e herë, me për edhe i shymë për me quë. Kur shkove në morgë për Zëren? Kur shkova në morgë për ndërkombëtar kënë qenë, po. Kur shkova në morgë për Zëren, e prakova kja rinë më mirë, edhe e mshela një në nderë. Në ta shkosh 3 pa trajt, për du me mshelë, dhe që për i posh një 5-6 pëllës. Hatë ta u që ka një në të shkonë në grafë, se i këtë dramë. Se i shkonin, ta hatë u që këtë tash. Ta të shka t'i ardhe, ta që marrë një marë, që të grafu. Të shtarë, ta që të shkonin. Edhe në qatu, dunen ta të se bejës në dunen. Veç si dunen, mua bëmpën ta duhet me pritë edhe një orë. Kur u ktheva kështu me qyra ata, nuk më shokë për ishin largu për një herë. Unë e mshila kërën dhe dorë. Sa rritemi qitë, sa arkivone? 9 i zuni, a? Kamioni të këtë ty në konë maj madhe jemi. Kur e njësë për pagarush, kush ka për qëllë tani? Më kanë për qëllë që ata. Ose bes, tek tërti shinat. Ka ndoshë në Krushe misja. A nuk e di, tek tërti shina u kthejon për mamush aty. Që aty që më kanë lalën, që ta është tha në të amena tha nuk garantojnë për gjohë. Në hatë bashën edhe për i ku pasua për klinune. Edhe për klin njerë, ku pas me që për... Do më thonë kontributi i Krushionëve oj madhë në çdo aspekt. Si në aspektin material, si ushtarak. Po. Sa sinon respekt. Ja lidhi unë videon se e dija. Më lejoni që ta shpalli të hapur ceremonialin mortor për përcjelljen e fundit që po a bëjmë herojve të Vrinit, prej të cilëve po ndahemi vetëm fizikisht e kujtimet për luftën e tyre heroike dëshirojmë që të na nguliten edhe më thellë në zemra. Aktualisht ardhja e natës për ne është e mirë se ardhje dhe është e domosdoshme për kohën që jemi tash. Po megjithatë, ne jemi të mbështetur në forcat tona dhe mendojmë që të bëjmë rezistencën deri në çlirimin definitiv të Kosovës, pa marrë parasysh se si do të rrjedhin ngjarjet këtu e tutje.